Pesë shenjat e hershme që tregojnë nëse vuan nga tensioni i lartë. Tensioni i lartë i gjakut njihet si një vrasës i eshtur sepse zakonisht nuk ka simptoma. Megjithatë, nëse nuk kontrollohet mund të shkaktojë edhe atak në zemër, sëmundje të veshkave dhe goditje në tru. Të dhënat në vendin tonë tregojnë afërsisht 1/3 e grave që vuajnë nga hipertensioni dhe të kombinuara me rritjen e shkallës obezitetit, ataku në zemër arrin deri në 20.000 persona në vit. Shpesh, meqense simptomat e hipertensionit imitojnë në sëmundje të tjera, bëhen të vështira edhe diagnostifikimet. Këto janë shenjat sipas ekspertëve të cilat mund të lidhen me hipertensionin. Gjakderdhja nga unda mund të jetë një ndryshim spontan i presionit të gjakut që shkakton edhe këtë komplikacion. Dhimbjet e kokës mund të jenë paralajmëruese për presionin e lartë të gjakut. Marramendja gjithashtu, vështirësimi në përqendrim dhe enjtja. Të gjitha këto mund të nxisen edhe nga problemet e hipertensionit, prandaj një konsult me mjekun tuaj përkatës mund të jetë zgjidhja më e mirë.